Ora 22:40. Shefi ndrimit Muhamet Lika me kolegët u përshëndet për të fundit herë me porosin. Mos harroni, nesër jemi paradite. Rreth 500 metra nga stacioni policisë në Kaçanik, deri në banesë, në këmbë eci për pak minuta. Me hyrjen e banesës u fut si zakonisht, saktësisht në orën 22:55. U nis shkallëve, e kaloi katin e parë. Edhe pushimorin e dytë e kaloi gjallë. Në shkallën e parafundit në katin e dytë, i vreti 2 persona të armatosur me kapela në kokë. 4 plumba u shkrepën, u dëgjua një thirrje "Hej", sipas banorëve ishte zëri i Muhamedit. Polici Muhamet Lika saktësisht në orën 10:58 ka qenë në shkallën ku po qëndroj tash. Persona të panjohur nga pushimorja përballë meje nisën të shkrepin armët ose armën në drejtim të tij. Gjurmët e plumbave ende në skenën e krimit janë të freskëta. I lekun antiplumb për fatin e tij të keq, Lika nuk e kishte të vendosur në trup. Të gjakosur e të shtrirë në tokë e pa dhe bashkëshortja që zbriti shkallëve nga banesa ku jetonin. Nga një plumb që i ashpoi trupin, rreshteri Muhamet Lika vdiq. Dëshmitar që e pan të plagosur thanë se arma e policit ishte pak shkallë më poshtë, që nënkupton se ose i ka rënë nga brezi pas plagosjes ose ka tentuar të mbrohet. 2 të maskuarit u zhdukën, 4 gëzhoja të kalibrit 9.19 mm u gjetën në vendin e krimit. Njëra nga vrimat ku ka depërtuar plumbi nga arma e kujt është shkrep nuk dihet, është kjo dera plastikës këto. Madje njëra nga brevat ndodhet këtu në dyshemi. Madje prellën e fundit në dyshemi e vreti ekipi i televizionit Dukaxhini dhe pas raportimit në polici edhe ajo fut në listën e provave. Policia nuk ka arritur të i identifikojë asnjërin nga 2 të dyshuarit për vrasjen. As motivet nuk janë zbardhur. Kryeprokurori Burim Qerkini tha se besojnë që vrasja ka qenë e planifikuar, por përjashtoi raportimet se ishte një grabitje që përfundoi me vrasje. Dhe jo vetëm kaq. Është njohur si një person profesional dhe nuk kemi ndonjë indikacion, qoftë më të voglin indikacion, që ai gjatë punës së tij si zyrtar policor të ketë pas ndonjë problem, qoftë me procedurat që i ka zhvillu si zyrtar policor në trajtimin e çështjeve penale, apo që të ketë ndonjë problem personal, nëse mund ta quajmë. Në konferencën ku ishte edhe prokurori i rastit Ismet Rahmani, kryeprokurori u pyet edhe për djegjen e lokalit të ndjerit në Kaçanik më 2021 dhe lidhshmëritë me vrasjen e tij. Qerkini tha se edhe kjo pjesë hetimi nuk mund të përjashtohet. Sikurse për vrasjen as për djegjen e lokalit, prokuroria e as policia nuk kishin arritur të gjejnë autorët. Prokuroria Ferizajt ishte e paqartë kur e përjashtoi grabitjen si motiv, profesionin ose problemet personale, por vazhdimisht u treguan të rezervuar dhe kërkuan mirëkuptim për shkak të ndjeshmërisë së rastit. As familja Lika nuk di se ku të kërkojë llogari për vrasjen e Muhamedit. Kemi menduar çdo send që mundet më ndodh, ama vrasje jo. Për shembull, mundet më ndodh, ama vrasje jo. Nuk dim për çka, pse ka ardhur deri te ajo. Nuk kemi kurfar dyshime, nuk mujmë me thonë për asnjë njeri se gjithmonë fjalë të mira ka pas për te, edhe shokët, edhe të tjerët, edhe dashamirët, të gjithë. Ish ushtari UÇK-s Muhamet Lika, me prejardhje nga fshati Strazhi i Kaçanikut, që nga pas lufta ka shërbyer për policinë e Kosovës dhe bashkë me gruan jetonin në këtë banesë në qendër të Kaçanikut.